Horoskopi për ditën e martë 13 maj 2025. Ja çfarë parashikojnë yjet për të gjitha shenjat. Le t'i ndjekim me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, Dashi. Sot i dashur dash, universi të fton të gjesh një ekuilibër midis energjisë tënde të pashtershme dhe nevojës për reflektim të thellë. Hëna e plot ka trazuar ujërat e brendshme të shpirtit tënd, duke sjellë në sipërfaqe ndjenja të thella për sigurinë financiare, por dhe për vlerat që i mban më të shtrenjta në jetë. Ndoshta ke ndjerë një pasiguri apo ke vënë në dyshim rrugën që ke ndjekur deri tani, dhe kjo është në rregull. Sot hëna kalon në shigjetar, hapet një dritare e re për të mësuar, për të eksploruar dhe për të parë më larg. Mund të tërheqin diskutime filozofike, ide që sfidojnë mendimet e tua aktuale apo dëshira për të udhëtuar drejt një kulture që s'e ke prekur më parë. Mos u trem nga zhvillimi, rritja vjen pikërisht atëherë kur vendos të dalësh jashtë zonës tënde të rehatisë. Pyet e veten, çfarë më ndalon të rritem? Ndoshta sot është dita për t'i dhënë një përgjigje të sinqertë kësaj pyetje. Ngjyra juaj me fat për nesër është purpurt, ndërsa koha më e përshtatshëm është 3 deri 4 mbasdite. Vazhdoj me Demin. Demi i qetë dhe i qëndrueshëm sot je në qendër të vëmendjes, jo vetëm për mënyrën si përballon jetën, por dhe mënyrën si flet dhe shpreh ndjenjat e tua. Mërkuri që ndodhet në shenjën tënde e bën më të lehtë për ty të komunikosh me qartësi, maturi dhe sinqeritet. Është një kohë ideale për të diskutuar çështje që i ke mbajtur brenda, sidomos në marrëdhënie që kanë posuar tensione nga dikimi i fundit i hënës së plot në Akrep. Ndoshta dikush shpreh një fjalë nga ty, ndoshta ti vetë pret të dëgjosh zërin tënd të brendshëm më qartë sot. Sot është dita për t'ia dhënë vetes këtë mundësi. Marrëdhëniet kërkojnë përkushtim, por dhe vërtetësi. Për këtë arsye shiko thellë në vetvete dhe pyet veten nëse rruga që je duke ndjekur përputhet me qëllimet që ke për zemër. Një shëtitje në natyrë larg zhurmës së përditshme mund të ndihmojë të kthjellosh mendjen dhe të gjesh përgjigjet që kërkon. Mos harro, heshtja ndonjëherë është mësuesi më i mirë. Ngjyra gurkali është me fat për ju nesër, si dhe koha më e përshtatshme 4 deri në 5 mbasdite. Binjakët. Binjak i zgjuar dhe kurioz, sot universi të fton të ndalosh për një çast dhe të dëgjosh zërin e brendshëm që e lë shpesh në heshtje. Me mërkurin që kalon në shenjën e Demit, mendja jote zakonisht e zhurmshme dhe e shpejtë ftohet të ngadalësohet. Është një kohë ideale për reflektim, për të shkëputur nga rrjetet sociale apo stimujt e përditshëm dhe për të rikthyer tek vetvetja. A ke harruar të kujdesesh për trupin dhe mendjen tënde? Hëna në shigjetar sjell ndriçim në marrëdhëniet tua. Disa biseda mund të shkojnë më thellë nga sa je mësuar dhe duke të ftuar të shprehësh ndjenjat pa frikë dhe të dëgjosh më shumë prani. Mos e nënvlerëso fuqinë e një bisede të sinqertë, mund të hap dyert të reja në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Kjo është një ditë për të mësuar jo nga librat, por nga njerëzit përreth teje dhe nga vetja. Dëgjo me zemër. Për sa i përket ngjyrës me fat, është ngjyra blu. Koha më e përshtatshme 6 deri në 8 e mëngjesit. Kalojmë te Gaforrja. Gaforrja, e ndjeshme dhe e thellë, hëna e fundit e plot në Akrep të ka prekur në zemër. Emocionet që kishin qëndruar të fshehura mund të jenë ngritur në sipërfaqe, dhe kjo është pjesë e rrugës tënde të rritjes. Mos u frikso nga thellësia e ndjenjave tua. Ato janë burim, force dhe ndriçim i brendshëm. Sot hëna zhvendoset në shenjën e zjarrit të shigjetarit. Fokusohu te rutina e përditshme dhe shëndeti yt. Ndryshime të vogla mund të kenë ndikim të madh. Një meditim i shkurtër, një vakt i shëndetshëm, një ecje në natyrë, një moment i krijimtarisë tënde. Të gjitha këto janë mënyra për të balancuar emocionet dhe për të gjetur qetësinë. Kujdesi për veten është një akt dashurie, jo një luks. Jepi vetes hapësirë për të shëruar dhe për të parë se gjithçka tjetër do të fillojë të balancohet vetvetiu. Për sa i përket ngjyrës me fat, është ngjyrë blu.
Koha më e përshtatshme 2 deri në 3:30 pasdite. Luani. Luani i zjarrt dhe i shëndritshëm sot, hëna në shigjetar ndes shpirtin tënd krijues. Është një ditë që të fton gëzim, shprehje artistike dhe argëtim të sinqert, element që ushqejnë zemrën tënde, të kujtojnë se lumturia gjendet në gjëra të thjeshta. Ndoshta është koha e përshtatshme për t'u kthyer tek një pasion i vjetër apo për të ndarë talentin tënd me botën, pa frikë nga gjykimi. Hëna plot e fundit mund të ketë ndriçuar disa tensione në shtëpi apo në jetën familjare, duke shtyrë të kërkosh një ekuilibër më të shëndetshëm midis përgjegjësive të përditshme dhe nevojës për vetëpërmbushje. Mos harro se kur ti je mirë me veten, bëhesh burim drite edhe për të tjerët. Jepi vetes hapësirën që meriton dhe mos harro, fuqia jote qëndron në ndriçimin që shpërndan kur je i lirë të jesh vetvetja. Ngjyra më e fat është blu e çelët. Koha më e fat 4-5 pasdite. Virgjëresha. Virgjëresh, precize dhe mendjen pret, Mërkurri që kalon në shenjën e tokës së Demit të jep qartësi, durim dhe një aftësi të thellë për të planifikuar me mençuri. Kjo është një kohë e artë për të strukturuar planet e tua afatgjata dhe për të rishikuar qëllimet dhe për të ndërtuar një bazë të qëndrueshme për të ardhmen. Logjika jote sot është e mbështetur nga intuita. Hëna në shigjetar sjell në fokus jetën familjare dhe hapësirat ku jeton. Mund të ndjesh një thirrje për të pastruar, për të organizuar ose thjesht për të bërë një ndërrim simbolik që të sjellë freski dhe qetësi. Kjo në vendin e punës apo në shtëpi. Komunikimi emocional bëhet më i thellë dhe më i sinqert. Ndoshta është momenti për një bisedë të vonuar me një njeri të dashur. Mos harro, përmes rendit të jashtëm, shpesh gjejmë qetësinë e brendshme. Ngjyra me fat portokalli, koha më e përshtatshme 10 deri në 12 paradite. Peshorja. Peshore, elegante, e ndjeshme, hëna e plot e fundit ndriçoj zonën e vlerave dhe sigurisë tënde personale, duke u të shtyrë të bësh pyetje të thella, si çfarë ka vërtet rëndësi për ty, cilat janë themelet mbi të cilat dëshiron të ndërtosh jetën tënde. Këto reflektime mund të kenë sjellë ndjeshmëri por edhe ndriçim të brendshëm. Sot me hënën që lëviz në shigjetar, mendja jote kërkon dije dhe thellim. Është një ditë e favorshme për biseda që zgjojnë mendimin për lexim, për mësim apo për të ndjekur ndonjë kurse që të çon drejt rritjes personale. Mërkurri në Dem të ndihmon të shprehësh mendime të qartë dhe me vendosmëri. Dije se kur komunikon me qetësi dhe pa anshmëri, ndikimi yt është më i thellë. Hapi rrugë dijes dhe shndërroje dialogun në një udhëtim drejt së vërtetës. Ngjyra juaj me fat e kuqja, koha më e përshtatshme për nesër 9 deri në 10:30 paradite. Akrepi. Akrep, i thellë dhe intuitiv, hëna e plot në shenjën tënde të ka prekur në shtresat më të thella të shpirtit. Mund të kesh përjetuar ndryshime të brendshme, zbulesa të papritur apo një ndjenjë të fuqishme për të rilindur dhe për të lënë pas atë që nuk të shërben më. Ky është fillimi i një kapitulli të ri, një ftesë për të çliruar nga peshat e së kaluarës. Sot, ndërsa hëna kalon në shigjetar, vëmendja jote zhvendoset te burimet, financat dhe siguria materiale. Mos e shih këtë si çështje thjesht ekonomike, por si reflektim i vetvlerësimit tënd. Je në një pozitë të favorshme për të shqyrtuar mënyra të reja për të rritur të ardhurat, për të investuar me zgjuarsi apo për të krijuar stabilitet afatgjatë. Intuita jote është kompasi yt më i mirë. Dëgjoje dhe mos ke frikë të ndjekësh rrugë më pak të zakonshme. Nga ndryshimi lind fuqia. Ngjyra me fat për nesër purpull. Koha më e përshtatshme 7 deri në 11 paradite. Shigjetari. Shigjetari i lirë dhe eksplorues, hëna sot ndriçon shenjën tënde dhe ndes tek ty një zjarr të brendshëm për rritje dije dhe liri. Është një kohë kur energjia jote natyrore për optimizëm dhe aventurë
bëhet më e ndritshme dhe bota të fton të zgjerosh horizontet e tua, jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht. Hëna e plot që sapo kaloi ka mundur të nxjerrë në pa disa zakone apo mendësi që të mbanin peng. Ndoshta ke kuptuar se disa rrugë të vjetra nuk të çojnë më askund dhe tani është momenti të përqafosh ndryshimin. Sot është dita për të thënë po eksperiencave të reja, qofshin ato udhëtime, ide apo marrëdhënie që sfidojnë mënyrën si ke parë botën deri tani. Mos ke frikë të rrezikosh emocionalisht. Pavarësia është forca jote, por rritja vjen kur guxon të prekësh thellësitë e shpirtit tënd. Ngjyra me fat e verdha, koha e përshtatshme 10 i çerek 11 i çerek paradite. Bricjapi. Bricjap i vendosur dhe i qetë, energjitë qiellore të ftojnë të tërhiqesh nga zhurma e përditshme dhe të kthehesh brenda vetes. Hëna në shigjetar aktivizon sferën e nëndjes dhe të shtyn të shikosh më thellë në botën tënde të brendshme, atje ku ruhen kujtimet, frikrat dhe dëshirat e papërfunduara. Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi, reflektim apo thjesht një moment vetëm me veten. Kjo është një kohë e përshtatshme për të shëruar plagë të vjetra dhe për të përballuar ndjesi që ke shtyr më njanë. Shkruaj, medito ose thjesht rri në heshtje, sepse aty në atë hapësirë të heshtur mund të dëgjosh zërin e shpirtit tënd. Mërkuri në Dem ndihmon që kur të jesh gati të flasësh me maturi dhe thellësi me ata që kanë rëndësi. Mos harro, forca jote qëndron jo vetëm në punën që bën, por dhe në qartësinë që gjen kur e kupton veten. Ngjyra me fat për nesër është pink, roz dhe koha e përshtatshme 5 deri në 7:30 pasdite. Ujori. Ujori i lirë dhe vizionar sot hëna në shigjetar ndes dëshirën tënde të thellë për lidhje me njerëz që ndajnë të njëjtët vlera dhe ëndra si ti. Mund të ndjesh një thirrje për të dalë nga vetmia dhe për të përfshirë në diçka më të madhe se vetvetja. Një komunitet, një kaos, një projekt i përbashkët, mendja jote është e mbushur me ide të reja dhe origjinale, por tani është koha për t'i ndarë ato me të tjerët, për të bashkëkrijuar, për të frymëzuar dhe për të frymëzuar. Hëna e plot që lam pas mund të ketë nxitur të rivlerësosh qëllimet e tua më të larta. Pyetja që duhet i bësh vetes sot është: apo jetoj në përputhje me idealet e mia më të thella? Puna dhe jeta nuk kanë kuptim nëse nuk ndihesh i lumtur me diçka më të madhe. Sot shtri durët përpara, fol, dëgjo dhe krijo ura, sepse nga bashkëpunimi lindin ndryshimet më të mëdha. Ngjyra me fat është ngjyra gold, e artë, ndërsa koha e përshtatshme 4 deri në 6 pasdite. Kalojmë tek shenja e fundit, peshqit. Peshk i ndjeshëm dhe intuitiv, je në një periudhë ku vizioni yt për të ardhmen mund të bëhet më i qartë. Hëna në shigjetar ndriçon sektorin e karrierës dhe qëllimeve të larta, duke të ftuar të bësh një hap të guximshëm drejt një zone që rezonon me shpirtin tënd. Nuk ka më vend për kompromise që të lëm bosh. Tani është koha për të ndjekur atë që të frymëzon vërtet, edhe nëse të duket e pasigurt. Hëna e plot mund të ketë treguar të vërteta për ambicet tua dhe rrugët që duhet të lësh më pas. Mërkuri në Dem të ndihmon të komunikosh me qartësi dhe ngrohtësi. Përdore këtë aftësi për të shprehur atë që ndjen dhe për të vendosur kufi të shëndetshëm në vendin e punës. Ki besim te zëri yt i brendshëm, ai di më shumë se sa duket. Në heshtje ti ndjen drejtimin që duhet të marrësh. Ngjyra me fat, kafe, koha e përshtatshme 4 deri në 5 masdite. Duke ju uruar një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë, ju kërkojmë të qëndroni në kanalin ton për të ndjekur update-et e horoskopit në pamjet e mrekullueshme të natyrës. Kalofshi një ditë të bukur.